Gjemati ndërum, Allahu Gjeleshanuhu njeriun e ka dalu prej gjitha krijesave. E ka bo krijesën më të ndershme, e ka bo krijesën më të veçantë. Me çka e dalloj dhe me çka e meritoj njeriu këtë veçanti prej gjitha krijesave tjera? E meritoj sepse Allahu Gjeleshanuhu për dallim prej krijesave tjera, njeriut i dha logjik, njeriut i dha mendje, diçka që krijesat tjera nuk e kanë. Krijesat tjera funksionojnë në bazë të instinkteve tyne, a njeriu funksionon në bazë të logjikës së tij. Prandaj edhe lypi Allahu Gjeleshanuhu që ne këtë mendje ta përdorim për të mirë, ta përdorim për të ardhur në përfundime të mira. Jo rastisht në shumë ajete kuranore, Allahu Gjeleshanuhu thot: e fela taqilun, a nuk jini të mendu, e fela tubsirun, a nuk shifni. Pra në shumë vende Allahu Gjeleshanuhu e nxit, e provokon mendje njerëzore që të punoje, të analizoje. Pra që të mundet vije në përfundime logjike. Njeriu duhet ta shfrytëzoje trunin. Po që të mundet ta shfrytëzoje trunin, duhet ta ruaje pastërtinë e saj. Duhet ta ruaje që mos e ndote me gjërat cilat Allahu na ka urdhëruar që mos e ndoti me ta. E me çka ndotet truni njeriut? Ndotet me lanë narkotike, ndotet me alkohol, me drogë, me gjëra të cilat e ndalojnë funksionumit normal të trunit njeriut. E xhamat në këtë rast, jo rastisht Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an, në disa ajete kuranore na tregoi për ndalesën e alkoolit. Në një ajet e quajti vepër e fllitsht e shejtanit, ritsun min ameli shejtan. E Allahu Gjeleshanuhu na urdhnoi që të largohemi prej saj, që ta mbajmë mendjen dhe logjikën tonë të shëndosh dhe të pastër. Sepse mas shumti që dëmtohet prej alkoholit është logjika, është mendja e njeriut. Se mas shumti dëm diboje trunit edhe zemrës. E këto dyja e mbajnë njeriu në xhamat. Truni dhe zemra e mbajnë qenje njeri. Dhe nëse këto dyja dëmtohen, atëherë më njeriu nuk mbetet as njeri. E alkoholi më shumti që ndikon në zemrën e njeriu dhe në mendjen e njeriu. Kështu që xhamat, Allahu Gjeleshanuhu na urdhnoi që të largohemi prej tyne, që ta mbajmë trunin e freskët, ta mbajmë të mendumit e freskët dhe që të mundemi të mendojmë drejt. Po ajo që ndalohet me shumicë, ndalohet edhe me pakicë xhamat. Si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma eskere kethiruhu fe kaliluhu haram. Tha çka dehen, tha, me shumicë edhe pakica e saj është haram. Këtë themin nga shkaku se ka njerëz të cilët mendojnë se pak alkohol bën të pish. Dhe këtë përdorin shpesh ata të cilët janë botë në varët më prej alkoholit. Thot pak nuk ka problem. Dikush bile ka hije dhe të përzihet edhe me medicinë, jo pak alkoholi bën mirë zemrës, pak alkoholi bëj ka mirë bubrekit, jo ti gjithë ka gurët, jo ketë, jo qatë. Xhamat, hiç një prej mende këtë. Të kish qenë alkoholi ilaç, Zoti dhe kish përmend në Kur'an se është ilaç. Dhe kish përmend pejgamberi se është ilaç. E në dushit të në apotekë si ilaç. Doktorët dhe kishin rekomandu, ama nuk e rekomandon kërkush. Njani prej Shkupi kish shku në doktor dhe kish pas problem të madh me gurzit. Dhe kish thonë: doktor, të më gjesh dhe një ilaç. A i kish thonë: thojnë disa se nëse pin alkohol dalin gurzit. Kishon leket muhabet: doktor, sot në sabah a i lexove lajmet? Tha po. E po e the se njani kish ranë kanal? Tha po, unë tha këm kanë. I pim, tha dras, te arë, tha rashta në kanal. Që 30 vjetë tha jo të pi. Ama tha gurzit s'mi ka hek hala. Po shif tha dhe një ilaç tjetër, mës ma lot tha kryet me alkohol. Tha se dras jam hala për i djetha, e ti thot alkoholi, thot se ti hek gurit. Lejat muhabet tha. E xhamat, nuk është ilaç.
Se Allahu Gjeleshanu të kish kanë ilaç, Allahu në e kish propozu si ilaç. Ama aty ku është haram një send ta dish se aty s'ka ilaç. Çka e ka bo haram Allahu, mos mendo se ka diçka ilaç aty. Dhe pi pak për qef, nuk ka haram, jo xhamat, edhe 1 gram, edhe 1 pik haram është. Largoju prej asaj, se ajo është vepër e dytë e shejtanit, s'ki e hajër prej asaj. Jo rastisht pejgamberi alayhis salam e ndaloi muslimanin e ndershëm të ulet në një astall ku ka alkool. Mos u hunç me një shoqni që pinë. Çka lyp me ato? Po unë du t'i kthej ato. Ja di kthesh, ja do të kthejnë. Nëse ti brenda disa ndejtmeve s'ka arrit, ata ti i largosh prej alkoolit. Largohu ti, se për shumë kohë të shkurt ti ndoshta di shoqënojsh ata. Ndoshta ti do bëhesh shok me ata pastaj në pirje të alkoolit. Prandaj largohu prej asaj. Ulemat ka thonë është haram punohet në një vend ku punohet alkoholi, ku shitet alkoholi. Hik prej ati se s'ki e bereqet. S'ka xhamat bereqet në një vend ku ka alkohol. Lejat pun ku ka alkohol. Lejat mende se si ta hekun alkohol t'i hupi mishterit. Jo bese ti për t'i mbajt mishterit t'i e hupën bereqetin. Ama mirë t'kjesh bereqet në të parën ta onda mishterit pjanica të t'vim. Leje, hiqe. Nuk kje dobi kur gjanë prej asaj. Dikush i ka një restorant e qetri një kafe e mba me alkohol se po i hupin mishterit. Pse i hupin një 3-4 pjanica, a i largon 100 musliman ndershëm që nuk hinë ati. Ma mirë të t'vinë kafën tanë dhe restorantit tonë 100 musliman ndershëm se 3-4 pjanica të cilët mund të ta thejnë dyqanin. Prandaj xhamat, duhet do thot të kemi kujdes. Atë që e ndalon Allahu, edhe pakica asaj është haram. Mos mendoj dikush se pak është halal. Kjo është sikur të thuish të vjedh shumë është haram, ama pak të vjedh bon. Shumë të vraq është haram, ama një të vraq halal. Kjo të me i vra 100 njerëzi, është haram, ama njëni me vra, atër halal kona. Zina të bëjsh pak halal, ama shumë mos bon. Mos bon shumë, pak, ndash. E me këse logike xhamat nuk funksionon harami. Prandaj çka tha pejgamberi alayhis salam? Atë që jom të ju urdhnu, thot bojni sa keni mundësi. Atë thot që jo kom dalu, hikni prej asaj tërsisht. Te haramët nuk ka tolerancë hiç. Te haramja çka është ndalume, hik prej asaj aty, as 1 gram nuk është e lejume. Prandaj xhamat është një këshill, është një apel deri te të ri, do thot që ta kenë parasysh që mos mashtrohen nga reklamët, sepse sot reklamët e mdhoje i bon haramit në këta anët, dhe pse krejt bota e din se me miliona njerëzi në vjet vdesin pre alkoolit, përsëri shtetet nuk e ndalin, se shteti nëse ka fitim, nëse shteti fiton pre një produktit, aj edhe pse i bën dom miletit aj nuk e ndalin. Krejt medicina botërore thot se alkooli mbytën, alkooli shkakton dom zemrët, shkakton dom mishknin, krejt organët i prish. Ama prap shteti nuk e ndalë, se shteti përfiton miliarda prej aty. Prandaj xhamat, mos mendojni se pse e shet shteti edhe kana e mirë. Shteti shef çka është për vetin e mirë. Asaj si intereson pse njerëzit vdesin. Prandaj duhet ta kujtojmë se do japim llogari para Allahu xhaleshanuhu, të jemi të pastër para Allahu xhaleshanuhu, ta mbajmë vetveten të pastër, trunin tonë të pastër, me cilën Allahu xhaleshanu na ka nderuar para gjitha krijesave, dhe mos bim në atë nivel që ne do thot ta prishim të mendumit ton për një qejf të një dite, e pastaj për çeçat mund do thot ta paguajmë shtrenjtë në botën tjetër. Allahu na ruajt prej harameve të ndryshme, Allahu na e përmirësoj gjendjen, Allah e ruajt rinin ton nga devimi dhe shoqënimi me shoqëni të keqe. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.